namazit të Imam Buhariu, kemi ardhur te një kapitull I ri brenda temës së namazit. Sepse çështja e namazit dietarët e mëhershëm I kanë kushtuar kujdes veçantë për ditë që është shtylla e Islamit. Prandaj edhe të vreni që një pjesë shumë e madhe e librit të Imam Buhariu flet për namazin. Gjitha ato çështje të cilat lidhen me namazin. Sot po kalojmë te kapitulli I cili ka të bëjë me kohët e namazit. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه دخل على المغيرة ابن شعبة وقد أخر الصلاة يوما بالعراق فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 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 قال بهذا أمرت. Sahabi me emrin Ebu Mes'ud al-Ansari, proprietariorëve të Medinës ka qenë, radiallahu anhu, transmetohet se njëherë në Irak, pas vdekjes pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, ka vizitoi Irakun dhe pa atje një prej sahabive me emrin El-Mughira ibn Shu'ba, ka qenë sahabi I njohur luftëtar I madh. Dhe pasi kishte vonuar namazin. Por nuk e kishte falë kohën se ka hyrë namazin. Dhe I tha, që është kjo o Mughira, që është kjo punë, se kjo kështu, se ke vonu namazin. Por nuk është fjallë këtu për ata që se falë namazin. Për ka vonu, nuk e ka falë në kohën e parë të ti. A nuk e din ti se Gjibrili a.s. të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me kohën e sabahut dhe ja fali sabahut. Dhe u falë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thot, Para Gjibrili zbriti me urdhën e Allahut dhul Gjelal te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ja fali namazin e sabahut pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Ai imam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e fali bashkë me të. Pastaj erdhi në kohën e drekës, kur hyri namazi I drekës, ja fali drekën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ai fali me të drekën. Pastaj kur erdhi koha e qinis, erdhi prapë Gjibrili, ja fali namazin e qinis dhe e fali pejgamberin bashkë me të namazin e qinis. Pastaj kështu veproi edhe në akşam dhe në jaksi. 5 namazet në kohën e hyrjes. Në kohën e hyrjes, të namazit. Dhe në fund, kur I kryti 5 namazet, I tha Gjibrili pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kështu jam urdhëruar pra me të mësu. Kështu jam urdhëruar prej Allahut dhul Gjelal me ardhur me të mësu që janë vaktet e namazit. E sikur ky sahabi apo për të madhe shumë Mughirës që kishte vënë namazin. Kishte vënë por e ka falë në kohën e vet, por e ka vënë nuk e ka falë në kohën e parë. Kur jemi te kjo temë vëllezër të nderuar, natyrisht ekzistojnë disa transmetime përveç këtij hadithi që është I saktë, që Gjibrili a.s. ka shpritë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ja ka mësuar mënyrën që do të më falë. Edhe koha kur do të më falë çdo namaz. Ekziston edhe një transmetim që njëherë ja ka falë në kohën e parë dhe njëherë ka falë në kohën e mbrapa. Që mos me ngushtu ymetin për ato raste urgjente që në të vërtetë nuk ka mundësi kurqysh për ndonjë arsye më falë kohën e parë. Kështu që ka ndodhur në një transmetim tregon se Gjibrili ja ka treguar kohën, sabahit sa ka kohën, dreka sa ka kohën, ishenia sa është koha e saj, akşam dhe kështu më. Por na do ta vrim që namazin në kohën e vet është shumë e rëndësishme. Ne do ta vrim në një hadith të shumë më vonë dikun, se prej punëve më të mira, më të dashura të Allahut xhelal është me falë namazin si të vakti. Jo dini na kemi shpërhi fatkeqësisht do na shpëfalim në familjet tona, ata që falën pra, e kemi shpërhi që hajtë të presin, posa që është gratë tonë. Jo ka tërë ka me bo këto, ka me bo ato, ka me bo, kur të këshush, erdi qinia, një 5 minuta para se më tire zonë për qinis, mële me falë të drejken, pas ta e përë. Dështa edhe shumë bura në dështa veprënjsh, por kjo nuk është presë të vjetë. Në vrejnë tu, se si kjo sahabi, shumë e ka urejt, por e ka po Mughira ibn Shu'ba që e kishë vënu namazën. Nuk e ka falë në kohën e parë të ti. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال:
أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. Hadithi është i gjatë, kështu që nuk po lexoj atë, vetëm për përkthejmë dhe për komentim. Transmetohet nga Hudhayfa radhiyallahu anhu se ishim thot një herë ulur te Omeri radhiyallahu anhu. Hazreti Omer, kjo dëllim ka ndodhur kur pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pyeti Omeri sahabët, pyeti Omeri ka qenë njëri që shumë është konsultuar me sahabët. Është shumë i drejtë, shumë i vendos kur i ka marrë vendimet, mos ka pas tim, por shumë është konsultuar me sahabët. Thot në disa transmetime për një mështetje shumë të vogël, për një çështje shumë të vogël, i të bëjnë këtë luftetarët e Bedrit, edhe pse tek me ta shkanë e vogël që me vepron këtë. Thot ishëm te Omeri duke nejtë, ai tha pyeti, cili prej juve e man mend fjalën ndonjë fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam rreth fitnes, për rreth provës. A ka dikush që man fitne, fjala fitne është fjalë që ndonjëherë ka kuptim shirkun, do mi boshë sallam. Ndonjëherë ka për qëllim sprova që kemi në veten tonë, ndonjëherë ka për qëllim smundje, ndonjëherë sprova me familjen, me shoqëri, nda vetë shumë rëndë. E pyeti Omeri, a ka dikush që mban mend një fjalë që janë shumë rreth fitnes? I thash Hudhayfa. Hudhayfa është i sahabi shumë i madh. Hudhayfa ka qenë sekretari i pejgamberit tonë, nëse vëzhgojna me thonë ashtu. I ka mbajtur disa sekrete të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ja ka treguar asnjë për veçantë. E ka dashur për shembull Abu Bekrin shumë, shoku më i dashur te pejgamberi ka qenë. Mirë, po Hudhayfa i ka mbajtur sekretet e pejgamberit. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shokët e tij i ka pas me shkallë ndryshme. I ka kategorizuar. Hudhayfa e ka besuar me sekret. Për atë sahabët ja kanë pas lidhje pak, ja kanë pas xhelozi të mirë ndaj tij, se ky ka ditë gjëra që ta kanë. Ka thënë Hudhayfa i thash ja Omer. Mos i marrë, sepse sprova njeriu në familje, në pasuri, të fëmijët e tij, të fshiu i tij, të kujshia, ja pastron namazin, agjerimi, sadaka, urdhri i veprat të mira, pengimi nga veprat e këqija. Po gjitha këto vepra i pastrojnë gjunohet tonë. Sprova që kemi në familje, pasturinë tonë që kemi. Do të tregon në rëndësinë e namazit. Namazin në vaktin e vet, me fal namazin në vaktin e vet. Atëherë Omeri tha, ليس هذا أريد ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. Nuk jam të pyet për këtë. Po pyet diçka tjetër. Po më dëshon për fitnë të cilat shkojnë si valët e detit. Për fitnë të mëdha. Për sprovat e mëdha shumë. Nuk jam të pyet për këto me familjen, me pasurinë tonë, smundja, vdekja, të tjera. Por jam të pyet për fitnë sprova që janë të mëdha sikur valët e detit. Sepse deri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ndron ka paralelu për ta në çdo gjë sa të ndron. Sot mund të ditë me njerëzit që shkojnë në zyrë të damusë muslimana, e lexojnë diçka, a nuk e lexon hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për këtë. Ka diçka e rëndësishme në modë që ndodh sot në botë që ka paralelu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithë ai ka paralelu. Kur'ani pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atëri thash, Hudhayfa, lejtë alejke minha bërshën ja mirë në mumin, mos të mërzit o mirë në mumin, o dhe si përshimtarë, se të shti rëzit me ty. Sepse mes teje dhe mes atyre, është një derë e mbëllë. Përse në me mërë që të hadith vazën të dërmu. I dhe të Hudhayfa, Omeri që dike sekret e pejgamberit, paralelin. Ta mos të mërzit o mirë në mumin, o dhe si përshimtarë. Se mes teje dhe mes saj, atyre fitneve të mdoja, është një derë e bëllë. Shmull me dërpërtu sa jetë e gjallë. Dhe që ka shëmërën sa me që që shërpyti. I tha, o Hudhayfa, a thehet ajo derë apo qejet? Për të pyetjen sa pyetje interesante. Se e dike që Omeri që Hudhayfa i din do sekrete. Tartës. I tha, ajo derë e fitnes, a do të thehet apo veç do të hapet? I tha Hudhayfa, do të thejet. Ka më thy. Ka dalim më thy dera, prej asë më hapët, që më hapët bjurët pra. Mirë po kur thejet, në të është lypet punë.